Kosova dhe Turqia do të përballen në një duel vendimtar, që konsiderohet ndër më të rëndësishmit në vitet e fundit, në finalen e play-offit për një vend në Kupën e Botës 2026. Ndeshja do të luhet në stadiumin Fadil Vokri në Prishtinë nga ora 20:45, ku pritet një atmosferë elektrizuese me mbështetje të fuqishme nga tifozët vendas për Dardanët. Për Kosovën kjo përballje paraqet një shans të artë për të shkruar histori dhe për të siguruar kualifikimin e parë në një kampionat botror. Pak orë para ndeshjes vendimtare, presidenti i Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi, ka folur në një intervistë për Top Channel, duke theksuar rëndësinë e jashtëzakonshme të kësaj përballjeje për futbollin kosovar dhe vendin në përgjithësi. Ai e cilësoi këtë si një nga ditët më të rëndësishme për futbollin në vend, duke e lidhur me momentet historike të pranimit në organizatat ndërkombëtare. Për futbollin është dita më e rëndësishme pas pranimit në UEFA dhe FIFA dhe normalisht edhe për Kosovën në përgjithësi, sepse të arrish këtu është sukses. Por gjithsesi ju po e shihni vetë se çfarë ndikimi ka futbolli dhe kjo ditë, tha fillimisht presidenti i FFK-s. Ademi gjithashtu shprehu mirënjohje për të gjithë ata që kanë kontribuar ndër vite në zhvillimin e futbollit, duke e vlerësuar në veçanti punën e futbollistëve dhe stafit teknik. Unë jam shumë i lumtur që kemi arritur deri këtu dhe i falenderoj të gjithë ata që kanë punuar paraprakisht para meje për futbollin, si dhe të gjithë të tjerët, sidomos gjatë kësaj periudhe, veçanërisht futbollistët, të cilët bashkë me stafin teknik kanë bërë një punë të jashtëzakonshme. Në vijim ai theksoi rëndësinë e përkushtimit dhe sakrificës në sport, duke nënvizuar edhe rolin e brezit të ri në arritjet e deritanishme. Uroj edhe sot që ta kalojmë këtë hap që e kemi, sepse normalisht është sukses. Te sporti është punë e vërtet, është punë me djerz dhe sakrifica të mëdha dhe me fisnikrinë e popullit. Kemi edhe rinin jashtëzakonisht të mirë dhe e dinë rëndësinë e çdo ndeshjeje, që përveç arritjes së tyre për t'u ngritur në nivel tjetër, të gjithë futbollistët dhe të arrijnë majat. Sigurisht që kjo pjesa me kombëtarën dhe shtetin është e veçantë edhe për ta. Në fund Ademi vuri në pak kontributin e madh të diasporës dhe rolin e familjeve në ruajtjen e ndjenjes patriotike të brezat e rinj. Ne e kemi ngritur këtë dashuri ndaj shtetit përmes sportit dhe sigurisht këtu kemi edhe sportistë të diasporës, të cilët janë në mërgat dhe gjithmonë do ta them që kjo është një merit e prindërve të tyre, të cilët Kosovën e duan me shpirt, sepse kanë ikur nga Kosova për forma të ndryshme. Por jam shumë i lumtur që fëmijët e tyre i kanë rritur në frymë patriotike dhe këta djem po e bëjnë Kosovën krenare. Duke folur për kundërshtarin dhe natyrën e ndeshjeve kualifikuese, ai theksoi se përkushtimi maksimal do të jetë vendimtar deri në fund. Po është ekip i mirë dhe i fortë, ka individ të fortë, por këto ndeshje kualifikuese nuk i dihet se si shkojnë dhe jo gjithherë fiton më i miri. Pra përkushtimi është deri në fund. Lojtarët tanë kanë mendjen aty ku duhet dhe e dim punën e tyre se si do të veprojnë sot. E din rëndësinë e ndeshjes dhe sigurisht duan ta prekin botrorin, sepse është për Kosovën dhe Kosovës i duhet kjo, përfundoi presidenti i Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi.